Edhe nisi dal nga dal, ndërkohë që fati imi keq më kapi 9 vjeçarja, cikli 9 vjeçar, që u bë dhe një vit më shumë. Aty kisha një profesor të muzikës, i cili tha, po pse nuk mendon të futesh në liceun artistik, ke talent, po. Ndërkohë fati imi keq është se unë nuk kisha asnjë lloj mbështetje as nga familja, jo nga ana monetare, se ato. Por nga ana e të bërit këngëtar. Gjithë donin që të bëhesh futbollist. Futbollist ose ndonjë profesion tjetër, po pjesa muzikës thjesht, okay, bëj atë liceun artistik, pasi ta mbarosh atë, shohim ndonjë deg tjetër, kupton. Por pasi u futa, aty ndryshoi çdo gjë, fillova të studioj më seriozisht muzikën klasike. Kam pasur fatin të studioj me profesoreshën Zina Zdrava, e cila më ka përkrahur, duke qenë se unë isha out komplet nga muzika klasike, nuk dija as nota, nuk dija asgjë. Edhe kur kam hyrë në fillim, gjithë shokët e mi kisha pianist, violinist, që kanë nisur që 5 vjeç. Po, pra kishin një lloj formimi klasik. Unë isha kështu komplet, thoya me vetë. Kishe vetëm talent. Vetëm talentin, asgjë tjetër. Dal nga dal, fillova me këto konkurset në për shkollat e mesme Tiranës, aty jam vlerësuar me disa çmime.